Vjetët e as shëndeti i ligë nuk e shpëtuan Mehmet Shashivarin nga një obligim. Ky bëri 10 kilometra deri në kryeqytet të premtën paradite, veç për të dëshmuar se është gjallë në mënyrë që ta vazhdoj përfitimin e pensionit. Prej ka kjo ardhë sot? Prej Barileve. Për çka kjo ardhë këto? Më lajmërua. Mu lajmëru për pension, a? Për të njëjtën arsye, këtu erdhi edhe Zëqer Krasniqi, i cili thotë se si shkak i moslajmërimit e humbi pensionin. Edhe këtu mu lajmërua edhe një herë se jem vanuam pak, edhe kështu që jem marrë përsëri mu lajmërua. A të ka ndalë në i pension të ki e vunu për më lajmëru? Një 400 euro. Ardhja çdo 6 muaj në zyrën regionale për ta është maltretim, pasi thonë se ka alternativa për verifikim nëse ata jetojnë më ose jo. Prindi kur më ka dek 2015, ai ka hyrë në evidencë liber të vdekun te xhamia. Hoxha me dorë vetë ka regjistru. Që e liber kalon komunë. Që ato shënime mund mu përcjellë të zyret e pensionerve. Pse atëre me ordhën çdo 6 muaj. Heqjen e këtyre procedurave po e kërkon edhe KMDL-një. Kjo është një shkelje e rëndë të drejtat njeriut, sepse po kërkoni për një kategori e cila thjesht jo pse nuk do të paraqitet, po është shkaku që thjesht nuk ka mundësi për shkak të shëndetësore dhe të tjera. Nga Agjencia për Regjistrim Civil, klanit i thanë se kanë sistem me të gjitha të dhënat, të cilat ja adresojnë ministrisë çdo 3 ose 6 muaj sipas nevojës, por të njëjtat nuk merren parasysh. Për këtë avokati Mehmet Mujaj ka bërë padi në gjykatën supreme në korrik të këtij viti. Udhëzimi administrativ për procedurat e lajmërimit, suspendimin nga pagesa dhe kthimin e mjeteve në rastet e keqpërdorimit të pensioneve është një akt juridik që bie ndesh me ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, andaj si akt do të duhet të shfuqizohet nga gjykata. Nga Ministria e Financave televizionit nuk i kanë kthyer përgjigje, veçse përmes një komunikate kanë thënë se ekzistojnë ekipet mobile që verifikojnë të moshuarit të cilët e kanë të pamundur paraqitjen fizike. Por për këtë mundësi pensionistët nuk janë në ndjeni fare. Ma mirë është pas, qysh.